بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Gjëna pa e falenderojmë Allahun Azza wa Jall për këtë ndihmë dhe falë të kujt. I dërgojmë selamet mbi profetin tonë Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, dhe mbi ata që e ndjekin dhe pasojnë sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. O vëllezër, gjën e parë prapë e tham kështu, e falenderojmë shehun ton, i cili ka gjetë kohë dhe ka ardhur, ju ka përgjigj ftesës tonë në këtë tribun. Allahu e shpërblet në minat e tij, këtë botë dhe botën tjetër, dhe lutë Allahun Azza wa Jall që mundin e tij me gjetë në ditën e gjykimit në mizanin e tij, ja Rabbel Alamin. Por gjithashtu e lutem Allahun Azza wa Jall që për fjalët e shehut përfitojmë njëri me tjetrin. Gjëja tjetër, ju falenderoj gjithëve, por pjesëmarrën të thonë ju e keni bërë, ju keni përgjigj ftesës. E lutem Allahun Azza wa Jall, fjalët që i ndëgjojmë, të bëjnë dobi mas pari në vetën tonë, pastaj edhe tek ju. Ju lumshin kam, e Zoti na bashkoft xhenetit e tij, që na ka bashkuar edhe këtë mexhles. Anën tjetër, e falenderojmë të njëjtën gjallë, kryesinë e xhamisë, kryetarin e xhamisë, që kanë qenë një angazhim shumë të mirë, shumë të fortë për me arritë këta, për me bë. Qëllimi i tyre, qëllimi i xhamisë është që mu bashku musliman, mu këshillu njëri me tjetrin, me ushtu dashuria njëri me tjetrin sa më shumë, dhe me ngritë fjalën e Allah dhe sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Unë nuk e zgjat më shumë, e ja dha fjalën shehut për temën të cilat i kemi vendosur, shehu inshallah. Po tema jote është e parë, nëse zgjodhe. Taj. Urnohu, no? Mase shehu po na jep lejen, e kum ditën. Ma ta e kum ditën. Edhe kum bisedu që alo da thonë pa ja thoni ku ka vëdu kryesi, sa do t'i tham disa fjalë. Ta shehu ka me zgjedh temën e dytë. Kështu që unë s'kam ju godit qo, shehu çash kam ju godit qo të mirë. Ama me të mirë. Mashallah, Allah ju ruaj. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. فلندرم الله عز وجل بتنديم ذفار الكون. Kërkojmë prej Allah të zëgjën mbrojtje për shërave të vetës tonë, apo për veprave tonë të këqija, atë që udhëzon Allah zëgjën nuk ka dënim për të, ai cili devijon nga Kur'ani dhe Suneti nuk quhet udhëzim për të. Dëshmoj dhe deklaroj që nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allah të zëgjën, dhe dëshmoj dhe deklaroj që Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i tij. O vëllezër, me lejen e Allah të zëgjën, në këtë takim, në këtë tribun, do të flas me sendin e parë, rëndësia e imanit. Pastaj, çka duhet ta dim për imanin. Këto në pikën e dytë, çka duhet ta dim për imanin, hinë edhe sende tjera, janë 4 gjëra që cekët që çka duhet ta dim për imanin. Pastaj hyrë në hyrjen e temës, çka e shton imanin, dhe janë 6 vepra apo 6 gjëra që e shtojnë imanin. Vërejtë, kujdes. Ama thonë, realiteti është që për shtimin e imanit, çdo gjë që është nga feja, adhurim, nga Kur'ani dhe Suneti, nga ligjet e Allahut, që është bindje në Allahun Azza wa Jall dhe bindje në Sunetin e Profetit, që fjalë, vepër, adhurim, dije që këta e shtojnë imanin. Ka shumë gjëra që e shtojnë imanin, mirë po na, shkaki kohës, shkaki mos më hap shumë, vetëm 6 gjëra do i cekni me lejen e Allahut Azza wa Jall. O ju vëllezër, gjëja e parë, rëndësia e imanit. Min ni'amillahi allati an'ama biha ala ibadihi huwa ni'matul iman. Me vërtet prej dhuntive të Allahut Azza wa Jall, të cilat Allahu Azza wa Jall i begaton robërit e tij, është dhuntia e imanit. Kur ki iman, nuk ka dhunti më të madhe se sa ta ka dhënë Allahu vetë si rob, me pat iman.
Por ta ju vëllezër, قال الله جل وعلا ثت الله إلى المغروة ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. Thot Allah Azza Jall, me të vërtet Allah Azza Jall ka desh për juve imanin, habbab ileikum. Do të thonë kur ki iman është nimet i Allahut. Allah do thot Allah është duke dashur ta ka desh mirën, ta ka dhënë imanin. Pastaj wazayyanahu fi qulubikum. Dhe ka bo gjallërim, e ka bo jeshi që e gjallaran zemrën tonë e trupin tonë me adhurimet të cilat njeriu i bën. Pastaj ajo vëllezër, për këto kanu sahabe yeta'ahaduna imanahum. Me vërtet sahabët ishin që u kujdesin njëri me tjetrin për imanin e tyre. فكان عمر يقول لأصحابه ishte Omer ibn Khattabi i cili thoshte sahabëve, shokët e tij, ta'alu nazdadu imanan. Hajde olo ta shtojmë imanin. Pastaj وكان عبد الله ibn Mas'ud يقول, dhe thoshte Abdullah ibn Mas'udi, ijlisu bina nazdadu imanan. Hajde olo me neve ta shtojmë imanin. Ku janë taku sahabët në rrugë, në bazar, pa mor parasysh. E kanë thënë njëri me tjetrin, hajde ulni ta shtojmë imanin. وكان معاذ ibn Jabal يقول, dhe ishte edhe ky sahabi Muadh ibn Jabal i cili thoshte ijlisu bina nu'minu sa'a. Olo me neve çut më e pakta se sa gjysmë ore një çast, domethënë ta shtojmë imanin, t'i bëjmë dobi imanit. Në shiko vazhdim që sahabët ju kujdes njëri me tjetrin për imanin. Edhe ta kanë disa argumente për e thërë dhe për veprat të sahabëve. Mirë, çështja e dytë është çka duhet ta dim për imanin. Këtu do të mësu para se me hinë në temë çka është imani, do të më di disa sende për iman. Gjëja e parë, an al-iman yazid wa yanqus. Imani shtohet dhe paksohet. Wa kana yaqul Umayr ibn Habib, ka qenë ky sahabi, Umayr ibn Habib, sahabi al-Ansari ka qenë. Ai thoshte al-imanu yazid wa yanqus. Me vërtet imani shtohet dhe paksohet. Wa su'ila Abdurrahman ibn Umayr al-Auza'i, ky ka qenë nga gjenerata e parë të që kanë dhënë sahabët, dietar në kohën që kanë dhënë sahabët. Ky thoshte kur shpyt anil iman e jezidu, ka thonë iman, kur shpyt këtë të ben iman, a shtohet imani? Ka thonë naam, po shtohet, hatta yakuna kal jibal. Ka thonë shtohet imani derisa mundet me arrit so një kodër e madhe. Pastaj u shpyt njëtën gjatë, pa paksohet? Ka thonë naam, po paksohet, hatta la yabqa minhu shay. Atë ashtë shumë paksohet që nuk një vetë kur gjatë prej imanit. Gjëja dytë të vëllezër, si shtohet dhe paksohet imani. Si shtohet dhe paksohet imani. Jezidu bi ta'a. Imani shtohet me bindje ndaj Allahut, me adhurime ndaj Allahut Azza wa Jall. Wa yanqusu bil ma'asiya. Dhe paksohet me shka? Me gjunat. Kur nuk ju bindesh Allahut, sunetit profetit, atëre domethënë imani paksohet. Qali Imam Ahmed, idha amilta al-khayra zad. Po fol Imam Ahmedi për shtimin e imanit dhe paksimin e imanit, që shtohet domethënë. Thot në qoftë se bën ti punë të khajri, zade, ka më të shtu imanin. Wa idha dayya'ta naqasa. E në qoftë se po thot ti nuk i bën punë të mira, i lën për asgjë, i largon punë të mira, atëherë do thot paksohet imani. I njëjti gjë, këtë ben Ibn Umayr al-Auza'i thoshte idha dhakarna Allah fa dhalika ziyadatuhu. Kur na përmend me Allah, kjo është atë shtimi i imanit. Wa idha ghafalna wa dayya'na wa nasina fa dhalika nuqsanuhu. Do të thotë se na e lëm për asgjë, se përmend me Allah, subin me urdhrat e Allahut, apo e ngushtojmë rrugën e Zotit drejtim tek Allahu, si kryejmë obligimet e Allahut azza xal. Apo i harrojmë. Atëherë thotë kjo është domethënë prej paksimit të imanit. Gjëja e tretë që duhet ta dimë për imanin është se çysh përbohet imani.
Qysh formohet imani? Ehli Sunneti ka thënë këto, ka thonë iman qaulun lisan. Imani është fjalë e gjuhës. Pastaj ka thonë al-i'tiqadu bil janan. Bindje, me sinqeritet me qenë ku në vështjellësin e fshehur të zemrës, me pat imanin të edhe me zemrë. Pastaj wal a'mal dhe me praktiku me qit ato në vepra. Sa i përket parës, qaulun lisan, ka thonë imani është me gjuhë. Ka thonë këtu e ka për qëllim shahadetin. Është shahadeti, është pjesë e imanit. Pastaj e kemi edhe hadithin e Xhibrilit, që ka ardhur Xhibrili dhe ka thënë çka është imani. Mi besu në Allah, me melekët, me librat, me ditën e gjykimit e kështu me radhë. Prandaj këtë me gjuhë kemi bëu. Pastaj të njëjtën gjë, al-i'tiqadu bil janan. Këtë çfarë që i thu, kur kush nuk mundet me ditë se shakin zemër, a i thu vërtet ajo. E këtu shkajnë këtë që shahadet. Edhe këtë që iman, që për vëzdimi që kemi mësu, besimin e Allah me melekët kështu me radhë, i përmbledh el-ikhlas. A e ki për Allah, jo. Mundet njëri me thonë, ku një besaj Allah, kështu me radhë, në realitet, a i nuk i besan të amere, ose si besan vitës gjykimi, ose si besan kaderi, ama nuk e shfaq, Allah në lu. Pasaj, wal a'malu dhe është në vepra. Kush që kanë vepra që është në iman, dhe më thonë është namazi, haxhi, e këta sende që janë, dhe më thonë që i veprojmi, na. Pasaj, gjëja e katërt të vëllezër, në iman e ledhe. Imani ka shijem. Pse ehli Sunneti ka cek i kanë ndarë këta për imanin, imani ka shijem? Nga se edhe gjunat kanë shijem. E njëjta gjë, edhe imani ka shijem. Argumente kemi që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hadithin e zikrit, kush i ka të gjëra, e ka shiju ëmbëlsinë e imanit. Ka thonë halawatul iman. E ka shiju ëmbëlsinë e imanit. Ka thonë imani paska shijem. Pastaj vëllezër, hyrja në temë. Aja cila e shton imanin, gjëja e parë është el-ilmu nafi', dituria e dobishme. Dituria e Kur'anit dhe Sunetit. Kjo e shton imanin. Dituria e Kur'anit dhe Sunetit nuk e shton. Diturin të cilën na e marrni, zbashku. Çka thonë Allah, me kuptimin e parë të në selef o salih, kështu me radhë, kjo është dituri e dobishme, Kur'an dhe Sunet. Allah azza jalla thot në Kur'an, lakin ar-rasikhuna fil ilm minhum wal mu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Ata që janë koka e diturisë. Çita koka e diturisë, domethënë Allah për të thënë rasikhuna fil ilm, koka e diturisë. Çka kanë? Për të vë thot wal mu'minuna. Për të ka thonë kanë edhe besimtar, domethënë kanë dituri, kanë marrë dituri, po shkak të diturisë ka shtuar edhe pena. Në thonë edhe imani ju ka shtu atyre. Pastaj shka të thonë, bima unzila ilayk, në ato që rëzvit të këte o i dërgumi Allah, o me unzila min qablik, dhe ato që rëzvit para teje. Në shika, dituria të forcan imanin dhe të shtan imanin. Pastaj thëtë Allah azza jall, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. Subhanallah. Thotë Allah, le ta dinë ata të cilët posedojnë dituri, që në kanë marrë këtë dituri, enhu l-haqqu min rabbike. Kjo në vërtet, kjo dituri është hak e vërtet. Kjo është dituri prej Zotit juve. Të yu'minune bi, ata e besojnë. Çfarë ka për qëllimin, çka thonë mutasilenet? Ata dhe më thonë kanë iman, për të marrë dituri ju shtohet imani atyve. Po pastaj çka bën imani? Fatukhbita lahu qulubuhum. Zemra, e gjan, dhe më thonë, për e gjan, khashje, frigën, e gjan vetën zemra. Me shka e gjan vetën? Kur ka dituri, shtohet imani, pastaj i ban dobi edhe zemrës. Pastaj thot Allah azza jall, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatin. Allah thot për ju është Allah azza jall ai cili për ju që ka iman, e ngrit Allah azza jall. Po të njëjtën gjë, walladhina utul ilma darajatin. Edhe atyre që ka dhënë dituri, posedojnë dituri, edhe atyre darajatin, kam ngrit drejtë. Disa prej mufessirëve dhe super Ibn Sa'idi, njëri prej komentatorëve të Kuranit, çka thotë? Thotë darajatin, ata që kanë dituri. Allah thotë kam ngrit. Po thotë e ka për qëllim si mbas imanit tëre,
Domethënë atyre i vjen ngritja dhe sipas imanit tyre atyre i vjen edhe shpërbimi. Qysh ki dituri, çto imani. Qysh e ki imanin, kemi pa pozitën edhe shpërbimin tek Allahu Azza wa Jall. Aja cila e shton imanin, gjëja e dytë e cila shton imanin është edhe leximi i Kuranit. Thot Allahu Azza wa Jall: "Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun." Më të vërtetë, domethënë na e kemi zbrit këtë libër i cili është për juve i bereqetshëm. Subhanallah. I bereqetshëm në realitet është në çdo gjë. Kurani, fjala e Allahut Azza wa Jall, i veçantë për imanin. Nëse do ai kush me shtu imanin dhe të lexon Kur'an. I veçantë për imanin, mubarakun, është i bereqetshëm në jetën tonë, në kohën tonë, në imanin tonë. Të bën dobi në mëkan Kur'anin. Pastaj thot Allahu Azza wa Jall: "Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana." Pra me të vërtetë besimtarët ato që janë kur e përmendin Allah, zemrat e tyre e gjojnë vetën e vet, dridhen, tërçeten zemrat e tyre. Pastaj ka thënë: "Wa idha tuliyat 'alayhim", e atyre ku ti lexon ndonjë fjalë të Allahut Azza wa Jall, ayatuhu, ajetet e Allahut Azza wa Jall, zadatuhum imana, atyre i shtohet imani. Domethënë me leximin e Kuranit shtohet imani. Çoft një ajet besimtari i cili don me shtu, me medituar ta, i bereqetshëm ndalet me një ajet e shton imanin. Pastaj thot Allahu Azza wa Jall, tregon gjendjen e sahabëve çush ata e kanë përjetu shtimin e imanit dhe e kanë pyet njëri me tjetrin kur ka zbrit ajetën, ato ka shku iman ajo. Thot Allahu Azza wa Jall: "Wa idha ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana." Dhe kujton domethënë atyre kur ka zbrit ndonjë sure e për tyre thoshtin njëri me tjetrin: "Ayyukum, kush për juve ju ka shku imani me këtë ajet?" Në shiko sahabët që kanë qenë. Edhe ju ka shku imani, po edhe kanë pyet, ato ka shku imani me çfarë ajet ajo? Në fjalë Allahu Azza wa Jall, kur të lexohet me një ajet do të mirë me kthy vetën anë ku ki imani, ato ka shku imani ajo. Pastaj thot Allahu Azza wa Jall: "Huwa alladhi anzala as-sakina fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan." Thot Allahu Azza wa Jall, më vërtet ai Allahu Azza wa Jall që ka zbrit mbi juve sakina. Huwa alladhi anzala as-sakina fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan. Thot Allahu Azza wa Jall, më vërtet ai Allahu Azza wa Jall që ka zbrit mbi juve sakina, qetësi. Që ka qetësi ku e rrot? Qetësi fi qulubi, në zemrën e besimtarëve. Që ka sakina, mufessirat e komentojnë edhe kështu. E ka quajt Allahu Azza wa Jall fjalën e tij qetësi. I ban dobi zemrës. Pastaj kur ti ban dobi zemrës, çish ka në fund ajetit, li yazdadu imanan, që ju me ashtu imanin. Subhanallah. Ajetet e Zotit leqe qetësoj, po dhe të ashtojnë imanin. Edhe për këto Zot e ka zbrit. Me qetësun në shpirtin tonë, me qetësun në zemrën tonë, pastaj edhe mi bo dobi edhe imanit në shtem. Gjë tjetër ju lëzër, ajo cila e shton imanin është edhe dhikri. Shpeshtimi i dhikrit, përmendjes Allahut Azza wa Jall, thot Allahu Azza wa Jall: "Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah." Ala bi dhikrillah tatma'innu qulub. Thot Allahu Azza wa Jall, ata të cilët besojnë dhe zemrat e tyre janë të qetë, me shka bi dhikrillah, ato me përmendjen e Allahut. Pastaj Allah është mënyrë, domethënë mënyrën e përgjigjes veteje Allahu Azza wa Jall. Në fillim po na thej që domethënë zemra qetësohet, gjendra ati me shka me dhikr. Pastaj ka thënë ela bi dhikrillah tatma'inul qulub, a nuk është që me dhikrin e Allahut zemrat qetësohen, stabilizohen zemrat, dhe të njëjtën gjë kur stabilizohen zemrat, çka thanë, dhe shtohet imani është me përmendjen e Allahut Azza wa Jall e njëjta gjë. قال النبي صلى الله عليه وسلم تبع عميري صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. Dhe shembulli i atij i cili e përmend Allahun, bën dhikr, dhe shembulli i atij i cili nuk e përmend Allahun ose kur i gjallë me të vdekur. Çka do të thonë këto? Përmendja e Allahut e gjallaron zemrën e njeriu. E kur ta gjallaron zemrën e njeriu, përmendja e Allahut Azza wa Jall e gjallaron edhe edhe imanin, e shton edhe imanin. Një njeri që e përmend Allahun, ai ka iman. Ai ka gjallërim. Një njeri që nuk e përmend Allahun, vërtet ai është mesin ton, kështu i tham, i vdekur.
pse imani i tij është vetëm duke ra te poshtë. Aja cila e shton imanin është edhe kjo vëllezër, dashuria e Allahut dhe të dërguarit e tij. Në vërtet, kjo temë dashuria e Allahut dhe të dërguarit e tij është temë e madhe shumë. Dhe këtë temë që na më të fol për shtimin e imanit, ka ulema që flasin deri në ditë kiametit libra vëllime, subhanallahu. Dhe kjo temë dashuria e Allahut dhe dërguarit e tij, do të thonë është e veçantë. Mi po na vetëm ka pak kemi më prek që mos më zgjat më shumë. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Thalatun men kunna fihi wajada halawat al-iman." 3 sende kush i posëdon, ai në vërtet e ka shiju imanin e tij. Që shtanë, imani ka jeshim, do thonë ka shijim. Pastaj për tyve është an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Me qenë dashuria Allah dhe të dërguarit e tij më shumë se çdo send tjetër. Me desht Allahun, gjën e parë. Një dashuri ndaj Allahut e veçantë. Pastaj me desht të dërguarin e tij, amo jo super Allahun azza xal. Ne dojmë pejgamberin, nëse adhurojmë pejgamberin, se pejgamberi ka ndaluar me adhuru ata. Që kanë bërë krishterët me Isa alayhis salam. Ne pasojmë, dashuria jonë në profet është pasim. E dojmë po e pasojmë. Ama Allahun e dojmë edhe adhurojmë. E kush e ka këta, ai domethënë e ka shiju ëmbëlsinë e imanit. Çka do të thonë kjo? Kur njeri i shtot imanit, çka mundet me gjetë pashimit imanit? Shijimin e imanit, ka me shiju imanin. Kjo është ju vëllezër, dhe gjëja tjetër e cila e shton imanin është lutja. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق ثوبه فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të vërtet imani, do të thonë mbretësinë e juve vërjetohet, do të thonë ndryshkët. Sukur pejgamberi ka marrë shembull sukur tesha e cila kur është e re, do e përdor shpesh, por nuk është e re. Ka nevojë për shkak ka nevojë teshja, më pastru. Pastaj po thot pejgamberi, "Fas'alullaha an yujaddida al-iman fi qulubikum." Lutni Allahun që t'ia bën imanin të ri. Juve Allahu azza wa jall. Domethënë, ajo që e shton imanin është edhe më lut. Do thonë o Allah, përmesa imanin, shtama imanin, rregullama imanin dhe kështu me radhë. Për lutjeve që ka qenë profetike është edhe kjo lutje që pejgamberi ka bërë. Ja muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik. O rrotulluesi zemrën, rrotulloj domethënë zemrën e tij, forcoje zemrën e tij në fenë e Allahut azza wa jall. E që jep me kuptu zemrën me e forcu po me ashtu edhe të njëjtën gjë edhe imanin. Ibn Mesudi ka qenë njerë duke u lutur. Ibn Mesudi ka qenë duke u lutur. Dhe ka orë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë, lute, çka dush Allahun, Allah ka më dhënë. Prandaj vllazërinë gjithmonë më shembull xhamatja me din këta. Më thonë, me qenë unë duke lutur, edhe në moment me i pejgamberi, edhe më thonë mua Omer, lutë Zotin çka ti qefin, a mina kisha thonë na para o Zot pare. A pejgamberi po thotë lutë Allah ka më ta pranu. Vesh lutu ti. Gjën e parë që ka lut Abdullah ibn Mesudi ka thonë Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. O Zot, lutem ty për imanin e fortë, të palohatshëm, që kur mos me qenë pa iman. Subhanallah, shiko. Çfarë shansi? Lutë Allah ka më ta dhënë. Çka do lutaj? Shtimin e imanit, forcimin e imanit. Imanin e tij për lut me qenë i palëkundur, gjithmonë me iman me qenë. Për lutjeve të tij që ka qenë është edhe kjo, Allahumma rabbi zidni imanan, o Zoti jam mashta imanin. Abdullah ibn Mesud e ka bërë lutje e fundit të vëllezër, aja cila e shton imanin është jeta e profetit sallallahu alaihi wasallam, jeta e sahabëve dhe jeta e tebemve. Kushdon që për juve me e shtu imanin, le të gjuhet tek jeta e kujna, jeta e pejgamberit, jeta e sahabëve dhe tebemve. Qysh ka thonë Hasan al-Basriu, i ka cek 3 pika që shtohet imani. Do në qoftë se këta 3 pika sonë xhan, namaz sonë xhan imanin, dhikr sonë xhan imanin. Fundit e ka cek jetën e profetit, ka thonë edhe në jetën e profetit nuk shtohet imani, ka thonë i mirët e dije që imani Zoti ta ka mbyll me dryp. Qysh ka ardha ajet Kur'anore, subhanallah. Në shtimin e imanit e ban edhe jeta e profetit, jeta e sahabëve dhe jeta e tebemve. Allah shpëlim me tuja për ndëgjimin, që është japë lejen shehur,
që të vazhdojmë me temën e tij. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Falënderimi qoftë Allah subhanahu wa taala, paqja dhe mëshira Allah qofshin mbi Muhamedit alayhis salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Amen. Në hoxha Allah ish përbleft foli për imanin edhe shka është e dobishme, shka është ton imanin. Na dim shumë mirë se imanin në ehli suneti është jezidu e yankus, imani shtohet dhe mungohet. Imani nuk është gjithmonë me një grad. A kuptohet si me thonë tash, unë e kom fillu me besu Allahun azza wa jalla dhe qashtu qysh kom fillu, qashtu jam, s'ka mundësi. Ja, nashta tu ka shtu pak, apo nashta tu ka mungu. Ato tu ka shtu imani, tu ka mungu imani, këto Allah azza wa jalla ta ka mundësu ty në vetën tonë, në trupin tonë, në shpirtin tonë, me kuptu. Besa disa njerëz e kuptojnë ata në veti, po Allah azza wa jalla ja qelë ftyrën edhe në masë. Për shembull, keni një për këto Maria Lumi, ajo dje ka pasanin Merjeme Lumi, tash po Maria Lumi. Kjo s'ka nëve me dojnë me bajrak. Ajo ka tregu haptas që imani saj në zero. Ma herët nështë ka besu Allah në zëvëgjelmi, po tash po del që Maria Lumi. Kjo ka pedon kufri ma shumë se islamin. Kësë përdojnë Merjem më konë, Maria përdojnë më konë. Kjo të regon që kësë ka iman hiq. Qysh i vje gjendja një njerit si që saj qështu, qysh i vje gjendja, qysh? Ngoni më vëzni. Bojsh do vepra i dhënësh Allahun azza wa jall. E i dhënësh Allahun azza wa jall, e Allahun sa që të i dhënësh, a i ta merë imanin. Ta merë imanin, sa që shka, vje dita i jesish pa iman, fil, zero. E shka bëhet atëra? Kur qkon imani kretët, pse e kom qëtë shami e hek. A kuptut? Se kur qkon imani ti heki shamin, ti nuk e heki shamin të kur ki iman. Kur qkon imani kretë atëre ti thysh, pse me pasanin Merjem, Maria du. A kuptut? Që kjo është dëshmi që njeri nuk rritë gjithmon me një kohë, me një dërregje imanit. Po imani shtot apo i mungot. Une për ligjeratën tonë, sonte, për sot, inshallah ta'ala, do të flasim lidhje me të penduarit nga rruga e drejtë. Na kemi njerë që thënë, tamam, tema është dash më konë titulli të penduarit nga rruga e gabuar. Une kum zgjedh të penduarit nga rruga e drejtë. Pse? Kemi njerëz, vllazni, kemi që i fali namazin, e le namazin, u pendu pi rrugës drejt. Po lyp në rrugën e kufrit me shku. Në rrugën e haramit, në rrugën e idhnimit Allahut azza wa jall. Kemi motra që me shamia, pe ekin shamia, se pi pengon shamia. Këta janë të penduarit nga rruga e drejt. Se pe hek shamin, se masanina duhet ma mirë me shku në deti. Se me shamin se më po shku në deti. Me shami, pi pengon shamia në shumë vene me shku. E kështu po pendon për rrugës drejtë. Po pendon për rrugës Allahut azza wa jalla, Allahun na rujt. Kush jam ta? Qysh bjen njerin qëtë dërregje, qysh mundet më ardhë? Ju thash. Numër një, gjdo herë bëjsh gjyna dhe i dhësh Allahun azza wa jalla, Allahu azza wa jalla veç ta hek imanin, diri sa jesish zero. Kurse nëse në bëj veprat mira, falim namazin, agjerim Ramazanin, nuk jepim alkoholin, nuk përzimni me bura dhe gra, nuk folim me gra të huja, nuk shkem në përdorsma në për banketa, lexojmë Kur'an, bëjmë dhikrin e Allahut azza wa jall, imani shtohet. Prezentojsh në për ligjarata, shtohet imani. Pse? Për shkak se ti kur prezentojsh në ligjarat, nashta mas pakti një ajetëm së shpime, një hadithëm së shpime. Qaj ajeti apo hadithi më në të më konë energji për ty.
Allah ish problem, Allah hoxhën, shka tha porës, se pas në ditë, subhanallah. Po qëto ka imani me mësu për pejgamberin, jetën e pejgamberit, ku me ledzu, vëllë. E marish me ledzu qëto të imani. A kuptohet? Këto sene ku i mësush, normal për hoxhallar në gjami. Veni ku shtohet imani është, veni ku përmendet Allahu Azza wa Jall. Nuk shtohet imani aty ku bot hajgara Allahu Azza wa Jall. Nuk shtohet imani me shkune për kafiqa. Nuk shtohet imani me shkune për banketa. Nuk shtohet imani me shkune për vene ku pin alkoholin. Aty shkon imani, Allahu na rrit. Disa njerëz ju mësu me shku mas harameve, dhe masanela ju pëndu të Allah subhanahu wa ta'ala. Edhe u pëndu me me namaze, me sene me krejt masane, problemi është që nuk po largohet për shoshnis keqe. Shoshnia keqe ata të mbu muzikë. Sa të ju pishin kjerë me to, muzikë. Bu. Edhe kuj një ditë, shka të bo, me keqe të bo. Dytën ditë keqe, tretën ditë keqe, katërtën ditë. Edhe unë e kom një kom që po kom qef me ngu. Pa, pse? Se ti porish me një njeri që po mon muzikë, aj po të bon davet, po të thirë në haram. Edhe masanena, ti po thysh, me ngu muzikë shko, ka më të keqe, po gjës ka të keqe. Sikur që ka thënë disa rëmëzim shpirtnor, muzika. Besa ishe njerëzit të pija alkoholin, janë të mu haram ta, e mu dhubila. Masene, një ditë rish me ta, një fjallë të mire, një ani, a shaka të keqe ma që po pinë alkohol ta? Ta pinë alkoholin, unë e pi sokin. Shka ka problem? Kjo të regon që ty imani po të shkon të poshtë. Masene, ma e keqe shka është, kur ti thysh Allah, move mos rribe me alkoholiqat, move mos rribe me ata të cilët bëjnë harame, për shkak se ty se vapet nuk po të shtohen shpërblimet, ty po të shtohen gjunahet. Ai edhe ju mo, o gjallar, na keni mërzit një ty, se vapet të shpërblimet, s'pish Allah se vapet me mesy. Kush ka arpja sa i dy njës kryte qame me nga të regu që i ka gjenet e gjehnem? Allah. Neve nuk ka nevoj me në arë kur kush pja sa i dy njës kryte qame me nga të regu që i ka gjenet e gjehnem, s'ka nevoj. Se? Me bo me arë dikush pivorit, edhe me thonë që pivorit ju që më arë me të regu që i ka gjenet tonë. Se i munu la mu që pivorit? Shkolla në horin tonë atyri rahat. Na e besojmë Allah në zëvëgje që ka thonë Koran, s'ka nevoj me në arë deknit me nga të regu. Ata deknit kur vina ikim të ikni se lugati, kur kush nuk rinë me ngu. Ikni se lugati, kur kush rinë këtu, unë i pare ju shkinki. Ata jo kush karpja saj botës krytë qamë. Jo, Allah nuk ka nevoj kur kush me nërë krytë qamë. Allah i plot fuqishmi për thotë vërtetën edhe na e besojmë shka thotë Allah asë o gjenë. Prej fillimit të ndem barim ka thonë hak. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shka thotë vërtetën, ne nuk kemi shqypen fjallën në Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ishtë nuk të shqem nga. Na garante tim shka ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam është hak. S'ka nevoj me në arë njëve deknit me në të regu, ka gjenet e ka gjenem. Mi pa aj që nuk vje me ngu ligjeratën, nuk vje me mësu për dinin e Allah të azovajela që të fjati përdorë. Se? Saj se beson shka thotë Allah në Koran dhe shka thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai nuk i beson atë në fjallë. Por ato është fjallë, ai a palavra po më tregojshë, a pralla po më tregojshë. Pra, në thamë se imani të ehli suneti shtohet me veprat mira dhe mungohet me veprat këqija. Edhe nuk ka për ehli sunetit kërkush dyshimin to. Ti nëse dush më të shtu imani, atërë duhet disa sene mi largu. Numër 1, largimi pi ambientit që nuk përmenet Allahu Azza wa Jall. Ne ki një shoqni, i ki do shok që ti rrit me ta. Me posat që të rish me ta, ata një dy thënë, a bleva një tjera, a pove qëfar kjeri ku marë, a pove qëfar gullë, a si guma ka, a ki po qëfar felga ka. Felga tja ku marë 1.000 euro. Kom ble shpi, e kom bo qështu shpin, e kom bo qështu dynjallë, ik për tynëve. Ik se këta ta vrasin zemrën,
Ka nuk të vrasin ty, zemra jote të vdes. Kur vdes zemra jote ti masanena, tysh, aj, shako me falë namaz, i ri jo mune. Kako? Pse? Pa shkak se ata nuk përkujtojnë. Ka thonë Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, ikhwanuna, aghla indana min ahlina. Shokt tonë janë më të vlefshëm, më të çmueshëm se familja jonë. Pse? Për shkak se kur rrim me një vëlla musliman, ky më thot, e kum lexuar një hadith çështu po thot pejgamberi subhanallahu. E kum lexuar një ajet kuranor Allah çështu po thot në Kur'an subhanallahu. Kjo trashton imanin. Rish me një njeri që të përkujton. Por që ato ka thonë Hasan al-Basri, kur do thot ma shumë i qmojmë shoqnin e mire, se sa familjen, por shkak se në familje, si që kemë shpik, me njerë, hej, që se nuk ka sheqer, shko ble sheqer, shpejt se hargju patligjonat, që besa dhe kompira me marë, besa, dy njallë, qëre tavani këtu u shprish, qëre këtë djera këtu s'pëm shedet, në familje ku shkoj shpik. Ku shkoj në gjami, një vlatët e kom ledzu sot një libër, një prej sahabëve kishë po kështu, një prej djetuarve kishë kështu, a e veç shtim një imanit. Prandaj, këshyreve drejten ku jetu najtë? Në qëfar ambienti porish? A jetu najtë me një ambient ku përmenet Allah, a jetu najtë me një ambient ku nuk përmenet Allah, subhanu wa ta'ala. Nëse nuk përmenet Allah, ik se ti jetu hup. E ajo, atëre çdo ditë ka marrë puna, ti veç ki marrë të poshtat, nuk e kuptojsh, kjo shumë e keqe. Tjetër, dikush ka fillu me falë namazin, mashallah, muslimani mirë. Edhe të shka, a i pedin vetën shumë muslimani mirë. Unë e rrim e këta që jepi në alkoholin e një shka, ma ata se mbojnë domë. Kë shumë imanin e fort, mashallah, bjeshk. A i rrim e ta një dit, 2 dit, 3 dit, 4 dit, 5, 6 dit, ta provojme edhe një kohë, që është. I rijon, kako, pendone, pse? Se shejtani lanetullahi alejh, këto që shtu ty të ngrem. A kini pash ka thënë, s'ka nëvejti komplet gjemperin mja dhonë, veç vegzën jepja, a i si të ngrem vegzën, ma se në shkoj gjemperin. Edhe ti, Allah, ti është më rëndësim me konë porish, a jetu nejtë ma ta që po bëjnë harame po, ik, për shkak se shejtani lanetullahi alejh ka me ta zbukuru haramin e që po bëjnë. E kur ta zbukuron, atëre, ti hupish, bosh, djemerjem sot Maria bosh. Pse se kinet me njerës të cilët nuk e kanë madhnu Allah në zogje, kinet me njerës që kanë bo harame dhe ty harame të tynve të kanë zbukuru, të kanë hieshu. Shejtani ti hieshon. Prandaj ik, nëse kishës një të keqe i për tynve, ndashe me rujt imanin. A që dush me dusu imanin, rime ta. Tjetra që shumë e vlefshme, që sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, el mër'u ala dini khalili, njeri është në fene shokit vetë, shumë më rëndësi çfarë shoki po marrish. Pse? Kur ish me një njeri që falë namaz, që ka thënë, o hoxh, thirin hoxh, du të na. Me njerë dalish hoxh, hoxho! Qërë bë hoxh? A, ti kur ish me hoxhallar, ti hoxh më je. Me bo me nejt me hajna, o hajnë, se vlonën nuk ju, me hajna porish, o qështu e jo, o qështu, në të Kosovë qështu e kemi, rish me hajnë, thënë hajnë, rish me hoqë, thënë hoqë, konë, qëfar që është një e kizgjellë, shumë është të rëndësishme. Për që ato ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el mërru ala dini khalili, fel jendur ahadukum men ju khalil, në të arqyrë se cili për jush kone ki shokë, qëfar shok i ki, qysh e ki shokin që ashtu dhe tije. Kjo është bazë. A dush me rujt imanin? Po, këqyre konë peshës mësh. Konë e ki shok. Tjetër, ma shtrimi mas bënjas, mas folim. Qysh, pe falë namazin,
Ka agjeron Ramazanin, mirë po punës. Shumë pjekon si hoqë, kollaj po fulni ju hoqëllartë. Na mos me punu, desim pa bukë, të që na hoqëllartë s'punoj, veç ju punoni. Veç gjemati punon, na hoqëllartë s'punim edhe na Allah punim. Vetëm puna hoqës është po punë. Ata në popull të na për fatë keq nuk e vlerësojnë punën e hoqës. Me bo marrë një doktor, doktor ky, doktor është, doktor ky. Ngo, se ky doktor. Ama si të folë hoqëa, a i be këta hoqëa lartës. O mërë vesh, neve na punën tonë e shumë e ulin e gjvlerësojnë. Prandaj, nëse dikush punon, na unë duhet me punu hoqëa, mas me punu unë, nuk mujnë qështu me pas shpijen e mujnë nuk shtu. Allah, asë një prej nesh nuk për thot, mos puno. S'kemi një njëri, nuk kemi një hoqë i ka thonë mos puno. Mi puna, di shka po them? Puno ama Allah i mos e haro. Puno ama në gjami mos e haro. Ri gati, për shemëll dilën, pse nuk vishën në gjami? Valla hoqë, po do të mi dhënë rëndësi familjes, hoqë, familjes, të njallë po punoj, tash që dilën barën familjes, lebe mungi një dit një 2 saat familjes, hajde me mësu këtu në gjami. A që ka thonë Rasulullah sallallahu alaihi sallam, ta'isa abdu dinari, ka thonë, ka hup, është malku, ka hup, robi i dinarit, vë ta'isa abdu dirham, është malku, ka hup, robi i dirhemit. Dhe thotë, këtë janë pare që më përmenin kohë në Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Tash me thonë, ka hup robi i eurës, robi i dollarit, robi i mallit, që i botë rob dinarit, e dirhemit, e eurës, e dollarit. Ta hupin, pse? Për shkak se dinari dhe dirhemit gjithmonë të thirin, të lypin energjin ma të fundit me ta marrë. S'tljep energji për në donë me shkumi minajt gati i badetit Allahu të zogjel. A Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë njërë ju nuk duhet me thonë dynjan energjin e vetë komplet për këtë dynjan. A di shka ka thonë? Inna ma jekfi ahadukum ma kjane fi dunja mithlu zadu rakib. I mjafton një njërit me pas, me hongër për dynjas, sa i mjafton ati personit i cili mërë nutim, kur del nutim. Ata që kanë dojnë për para me kuaj, a kanë pas dubuko me veti? Ata kanë pas ka 100 kg me veti mish? A kanë pas 100 kg mil? Kur që vës kanë pas? Në urtim kur ka dole ka pas sendet thjeshta. Ka thonë që kjo i mjafton njëri për me jetu, do të të në këtë botë. Ana, qka them? Ja hoqo, mu zemra, shpirti se më ratot, mos nëse si kom 10.000 euro të palume. Move. Që si kiti 10.000 euro të palume, kësë ratosh. E me bu mi pas 9.999, ja, nuk ratot. Du mi pas 10.000 plotë. E ajë personi që si ka së ata, qka me bëj? A që duhet mi rasesh dhe Allah të stakë Allah. Këta e në ropë të dynjos. Këta e në ropë të dinarit. Parja. Qka me thëtë? Këta që jenë në ropë të dinarit që jenë bo? Ta më thënë, hoqë, kur ti ki parët kreti ki, kur ti ki parët kreti ki, Allah vazhvajgjel mundet me të adhën pasunin me pas miliona, ma ta merë shnetën, a ki kret? Kur gjus ki. Na kemi njërë që kanë pare shumë, djallin drogirash, ndruën pun të flishta, qika pun të flishta, pare ka, ti kur gjus ki hiqë. A dikush është prej jush më i pasuni? Aj që i njëfë Allahun Azza dhe ka familjen e ti. Ki i pasunik, i kretë pasunikve. Pse? Që ka është dynjoja duhet. Ty nuk duhet ma shumë me pas. Ty nuk duhet ti me pas palume. Shëqër, mësimin ma të madhë vllazni muni me marë se cili prej jush këtu. Ju këshilloj kur desne ku shkoni, prezentonin gjenazë, lamjen gjenazës, që veç me po gjenazën, me la. Qëni kur ta mshtellin gjenazën, shka buhet me to? 2 qarshafa. Njoni një ditë më tha, o gjo, kur des unë tha, i kom thonë thmive të një tha,
mi bo do gjepa, tha, në qefin. Thash pse? Tha, po e kom menen mi marrë do para, a i thash, të dujti thmi me unë ti fshi parët. Se thash, unë si ti shod gjepa, shka në ma këta parët tu, shka pi du këtine, e marrë unë thash ti marrë. A tha, dhe unë stilo parët. Jo, tha, i kom thot mi me 1 milion, ja thash, unë stilo. Unë duon. Që kjo qefini që s'ka gjepa, kjo shumë në rëndësishme është. Pse? Tregon që ti kur dalish para Allahut Azza wa Jall, krejt që to sene shka i ki, krejt që to mjete që to, kur që zvynë gjo heqe që. Shpija, keri, kur që zvynë. Mi po vynë veç, a ki madhnu Allahun Azza wa Jall, aja ki fol një fjallë të mirë dhe një vllaut, a ki këshillu një vllaut kur ka gabu, a ki nimu një vllaut kur ka pas ndim, nevoj për ndim, që kjo ka me të nimu ty. Që to senet ka me të ndihmu ty nesët e Allah subhanu wa ta'ala. Parja, me loqet ti su një mashtrojsh me parët. Mi thonë me loqeve, besa unë s'kom falë namaz, për i kom do pare me veti, për ja për pështin një t'i qysh, që aty në gjenet, dhe që aty pak si me një qyshe. S'ka kështë. Në këtë botë e bësh, ama në të botë, nëj. Prandaj, tregon, sa vlen kjo dynjaja në momentin kur des njeri këshyni. Shka po merë me veti, veç 2 qashafa, kur gjë tjetër jo. Që kjo të regon, Allah, sa dush me dhonë si dynjës. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna li kulli ummetin fitne, wa inna fitneti ummetin mal. Ka thënë krejt gjdo ymet, e ka sprovën e vetë, testin e vetë, fitnën e vetë. Fitnja i veti tem ka thonë është parja, pasunia. Pasunia, pse? Se na shkaku i parës, pasunisu në svoli me vllabin tem. Ai, 20 vjetë e kom pëshi vllabin as selam nuk jo. Pse? Me ka manja 10 cm për tokës. E ka shty megjen pak ka une, për 10 cm po. Na përsene paliri për prishemi. Na së prishemi përsene të mloje. A është marë një njëri që jeton Allahun dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mu jetnu me vllavin e vetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, në ditën e kiametit ka me pytë Allahu Azza wa Jall, ejnë el akhila, ku jonë ata të dashur që më dash për Allahun Azza wa Jall? Ku jonë ata? Ku jonë ahibba? Ku janë të dashurit, që në dash li gjelalit, për hirë të Allahut Azza wa Jall, ku janë ata? Prandaj, nëse nuk e ki dikon që e dush për Allah, nisë episodit duhet dikon. Bone që nesën ditën e kiametit, inshallah, më konë me dikon bashkë. Edhe vllazni, është për sunetit të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kur ta dush një njeri për Allah, me thonë, Allah unë e du për Allah. është presionetit me thonë, Allah në du për Allah. Nëse dush një njëri për Allah. Për shkak se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el mar'u ma men e hab. Njeriu në të botë është me konë ato që e donë. Konje të dashti parën, ani parën ki me pas shoshni nesër në të botë. Nëse dush pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ki më konë me pejgamberin inshallah në gjennet. Se një sahabie ka pytë Rasulullah, ka thënë, ja Rasulullah, na kur porim me ty po na shtohet imani, edhe kur po shkojmë në për shtëpia tona, po na merr dynjoja me veti, po na mashtron dynjoja. Ka thonë, më ka shku menja, subhanallah, ti nesër me mu me dek, ti s'ki me konë me mu në gjennet, ti ki mu konë me njërësit matnoltë, në gradat matnolta, çka bëhet me mu? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeri është me ato që e donë. Ka thonë sahabët, vallahi, kur e kemi një këtë hadith, na ka gëzu shumë. Pse? Na adon pejgamberi. Ju adoni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po, a falin namazin. A i praktikoni synetet e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a i thuni, që kjo puna synet? Be synet, a i s'ka problem, lejet synet është. Synet?
Ai që e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nuk thot kështu. Ai që e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam jep rëndësi sunetit. Për shembull, pse kur shune çet mjekë, për shka? Çka thoni? S'ka berber të na? S'ka zhileta? Ka edhe berber dhe zhileta. Mi po e kumë shumë se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam afu lehja, qasiru shara. Shoni mjekra dhe shkurtoni mustaqet. Pse? Se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka pas mjekra dhe i ka shkurtu mustaqet. Edhe unë du mi pëngja atina. A kini pa do t'jem të ri, kur t'i bëjnë do frizura që shtu e pse ki po me shtu ta? Si Mesi. Se pedon Mesin shumë, po do mi pëngja Mesit. E unë pse kom shumë? Se unë si pejgamberi, inshallah. Për që ato kom shumë mjekën do mi pëngja atina. Me mu ditë që unë e du Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A e dushti pejgamberi po? Ani pra bon pasoja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munojmë i përngja atina. Allahu na bashkof në të në gjennet o Zot. Tjetër, njësën që shumë ndikon të ndopsimi i imanit është zvoglimi i gjunaheve. A dish, e bo një punë thët, abe se s'ka problem kjo gjuna i vogël. Abe se s'ka problem kjo gjuna i vogël, nuk ka problem. S'ka gjuna i madhë. A dish, munot, mi bo do gjuna, me ngu muzik, abe se nuk është gjuna i madhë. Me shku në për banketa, abe se s'është gjuna i madhë. Që? Do thot, kush i bon qështu, që ti në i shkon imani pa e kuptu. A ka thonë, Ibn Mesudi radiallahu anhu, el mu'minu, jera dhunubëho, kel gjibali, ju shiku e njeka alehi. Muslimani, një gjuna shë, si kur një bjeshk, që ka mira për mi. A ka thonë, vel munafik, munafikja, po dyrtyrshë që e shqitët si musliman, a iman një që nuk ka, a i ka thonë, jera dhunubëhu, kel dhubabe, jeka ala anfi. Ka thonë, a që se ka imanin e fort, gjunahqari, a e shed gjunajnë si kur një mis, që i larguar pi hunës imër, që shkon, që ka që. Ama muslimani, me thonë, shka, me shku me nejt me rakigjit, jo, është, thurë Allah, së mund me bula, a ka se sa gjunaj madhë, nësë ki frikë Allah, unë azë vëgjesh ka të folë, qështë është gjunaj madhë. Mi adhon dorën grave, edhe se s'ka problema, nuk ka gjina i marë. Allah, që ka të folë? Ka thë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la usafi nisa, unë nuk jep dorën grave. Pejgamberi ju që ka dhon dorën grave, pëse ti pjepish. Allah po folë hoxha. Me bo mas mi adhon dorën, atëre, unë e idnon, qysh, ne kemi miqë, unë e kom këshi, një mërit me ta, qysh mës mi adhon dorën, Allah. A je pasu si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë që ashtu të falë, s'mi me ta adhon dorën, Allah ishë përbleftë. Pse? Qysh unë jem njën e jotë? Po ti je njën e jotë, unë jem motra, ti je motra jem. Ama unë nuk mi me ta adhon dorën. Pse? Se kjo nuk është e lejume në Islam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ja ka adhon dorën grave, kush jo mune me ta adhon ty dorën. Apo dikush thot, a përshësh kësa i mirë, pjem dorën grave, dhe më thonë nga bomit, matë mirë se pejgamberi astakfirullah, ujna me dalë nga matë mirë se Rasulullah i kur hiqo. Prandaj, disa sene janë dëvugla, ama dikush ishe asgjo, ama dikush që ka iman në Allah në Azogjel, a ishe të mëlaja. Jo, thot astakfirullah. Tjetër shka mundet me ndikush shumë, ndopsimin e imanit është nëse ti ki shpresa që ki me jetu shumë. Tash për shembull, them, ajbe Allah përshkem numra, i ki kushtet e përshkem numra, ajbe se ka po. Ka po. Që nuk shkoj qëtë vjetë, shkoj 9 vjetë. Allah hoqë, ajbe që nuk shkoj qëtë vjetë, shkoj 9 vjetë. I jep shpresave të vetës. Ajde me ta falim namazin, ajde se, qëra, kur t'vje Ramazani, kismet e kom menën mja njës me falë 5 vaktin, s'kom e lon as një namaz mo. Si t'vje Ramazani 5 vaktin,
ku me lejtë në gjami mo. Jo, na nuk lejmë gjami, na e fshelim gjami, qesim për gjami si është. Ku ta falim jetë që. Mi po, unë ku me lejtë veç në gjami. Mi po adini, lëzni. Sa prej njerëzve ka Ramazani, ama ato se ka zonë hiqaj ku, në dhe. Nej oj motër, falë me namaz, valla që, po pres për Ramazan, oj motër, mbullujuve, veç edhe sa ta bëj djallin synet, veç sa ta bëj filoni, kështu, ta bëj këto, ta bon edhe një haram, e masanina, si t'ingina me haram e mirë, atërë, mi pa nuk e dishti që jetë është ndorën ati naltë. Aje qënë me laqen e melekul motin kur donë aje, na kur dojmë. Kush prej nesh ka garancion që nesër kena me jetu kush? Asjoni hiq? Disa prej djetarve nuk ka thonë që ule, kush ka garancion për nesër. Tjetri ka thonë të hungër buk, ka thonë vallaj nuk kom garancion që kjo buka ema ka me më shku në bark. Ka mundësi me dek. Sa njerës kanë dek të hungër buk. Sa njerës kanë dek të punu. Aga se që ta kry dhe qëtë punë, si ta kry dhe qëtë punë, rahaton, atër janë nisi me falë namazin, mo veç namaz ku me bo. Po ma shumë njerës kanë dek s'kanë mund me kry punët. A dini pse? Për shkak se na jemi të mëngët edhe punët e tonë janë të mëngët. I vetëmi që i plotëson gjitha është ajtë, ajo është i plot, edhe veprat e ti janë plota. Veprat tonë janë ndopta, veprat e tonë janë të mëngëta, se në jemi të mëngët. Allahu është i pat meta, alhamdulillah. A vetëm ai kryen punë, na s'kryen punë. Në atë momentin që ti ki besu Allahun Azza wa Jall, nisja fal namazin. Mos prit. Tjetër, dikush i je pronësi ushqimit, mallit, sa ma shumë me hongër, sa ma shumë me pi, hoqë, shumë kollaj po të ishtë ju që po falni në gjami atje, ju o gjallartë. E na me bëmës me punu, desin të mitë e mi hundë. Desin. Mo, bro. Kush i ka dhënë ata të mitë, bro? Kush prej babës edhe njonës i ka bët mitë kur ka dasht taj? Kush? Shumë të në rastëve fëmija kanë ardhë, bashti kur s'ki dasht. Kur ki dasht muruj që atëra Allah e ka që. Pse? Se fëmija vjen me lena ati naltë. Adhaj kur të vjen me riskin e vetë. A di shka ka thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam? Kur t'i bon fëmija 40 dit, në barkin e njonës, vjen me la që e jashkun 4 sene. 4. O ti, që s'po vishë në gjami, shka ko që i dush me punu mi u shqyët mitë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë shka? Jënë thahur ruh, i fryet shpirti. O ju këtë mur risk, i shkruat riski. O ju këtë mur agjel, edhe e gjeli ti nga fundi. Sa ka me jetu? Kur ki me arë këtë botë dhe kur ki me dorë për kësajt botë, shkruash. Edhe qëfar jetë ki me jetu? Jetën e gëzushën, apo të piklushën? 4 sene po të shkruan barkin e njënës, pa dorë ti hiqë. Riski që to shka ki me hongër, që to që je piva une, o shkrujt në momentin kër në kënë barkin e njënës lëzni, a dini këtë, ajo. S'ma kini dhon ju, aj nalët e ka shkrujt. Edhe unë e kom pi që ato. Që këto ma kanë ofru, nashta se pisë, që ko riski jam. A ma ka ofru. Sa i nalë se ka mojë me mune me pjetë. A kuptut? Riskin e ka caktu Allahu Azza wa Jall. Pse ti po largosh për rrugës Allahut për risk? Pse? Po mos më punu une. Ani mirë. Sa prej njerëzve ka thonë mos më punu une, Allah ja ka marrë trut, ja ka marrë komën. Edhe prapë fëmija kanë hungër, kanë pi, kanë jetu, kanë vazhdu. Ti si e rëzak është ai nalt. Allah di shka ka thonë? Risku kum fis sama. Riski ju ajo është në qiell. Ju po menunin tokë? Jo, vllazni. Riski jonë është në qiell. Zbret me lena ati. Ana, për qëtë risk, luftojmë. Për qëtë risk, bomi armiq me njerëzit.
Prandaj, qëto gjëra që i ceka janë gjëra të cilët të ndikojnë keq në dobësimin e imanit. Një, vazhdimi apo shoqënia me shoqëni të keqe. Zgjedhë shoqëni me konë po shoqënohesh. E dyta, shpresa e madhe. Ki shpresë që ajtë se ka kohë, unë 30 vjetë me i kom, hoqë, 30. Kur ti bëj 40 vjetë, ja nisi me falë namazin. Mi po sa 30 vjetë po desim, vëzni, e 31, 32, 29, 15, 18. Atje të rruarat, mësë është të shkrune, veni për 18 vjeqarë, mësë për shkrune qështu. Apo, mbi 18 vjetë, mësë për shkrune. Jo, vëzni, po desin edhe 10 vjeqë, edhe 8 vjeqë, edhe 5 vjeqë, edhe 5 ditë. Veni që i pranën gjithë. Edhe ma shumë ti që po vdesin një në rinija, vëzni. Pak ju në ata që po vdesin, ditë njëni vëlla 80 vjeqë, ditë njëni 70 vjeqë. Na kemi arru me një këtë fjollë, 70-80. Ma shumë ti sa? 40, 45, 35, 25, 18, diqë pi Irakit, diqë pi asaj, diqë pi kësaj, muanë ndeshe, e shkeli kjeri, i mshovi kjeri. Qështu në shdo ditë punim. Ama njerëzit, shejtoni lanetullahi alej, armën më të forte që i ka të njëri, shka ka qëto. Vje i jep shpresa, hajde t'je i ri ka ku. Hajde i, apo mërzitësh, hajde se ka ku. Që ta shumë që i kanë pas po kanë dek pa namaz shumë vetë. E kur des pa namaz atëre mirë aj, po shpirtin e vetë. Shka do t'i thotë Zotit vetë? Tjetër, thamë, mas shumë ti që të adopson imanin është një e keqe, e dyta, të adopson imanin shpresa e madhe, e treta, veni ku po jetojsh. Veni ku po jetojsh është punën e parë një musliman ku shkon me një vend, duhet me pyet, ku është xhamia këtu? A ka xhami që të vend? Nëse këshyrim a ka xhami, a ka banesat mira dhe të lira? Banesat mira dhe të lira. Për xhami, nëse kemi qatë gale. Nësa kemi shku të njerëzit, kemi vetë, ka është kiblja? Tha, valla s'di, ka kiblja. Pse? Ku i ka interesu ati nga kiblja, pashallah? Ati ka interesu shpije. A ka xhami këtu gëtë? Nuk di, valla. Kum dojnë unë, vase ne kum gjetë xhamin, ma që xhamin e pas këtë ngëtë? Pa ti si ka interesu xhamia. Ati ka interesu banesa, jeta, që të senet të adopsojnë imanin, vëzni. Jetojsh me një vend ku bot haramës. Sikur na që kemi orë të në përëndim. Jeta në përëndim nuk është e përqyme, vëzni. Pse? Për shkak se, kur ti forcosh me iman, s'munesh me pa një njeri që po pinë raki, ama kur dorisht është këtu, jashtë, nësë të peshesh të pi raki, ditën e pari që dhe po pinë raki këtë shumë keqë. Mase edhe një ditë po pinë raki keqë, ase një ditë, das is natürlich. Se i monit, ishë është me mashit me femna, e mu dhubi la, shkën të buma kjo është haram, mase një ditë e shvesh apet, jo ma qysh këtu, das is natürlich. Pse? Po jetojsh me një vend ku bot harami haptas, edhe ty të bëhet natyrlik. Qëto e gjërat të cilat të adopsojnë imanin. E kur dhje kuha për shemë me shku në numra, në haqën e këni, ngoj aty ku përmenet Allah, ngoj aty ku shtohet imani. Edhe vllazni edhe më ardhen xhami është si me shku në numra dhe në haqë. Dhe shë këtu, a po shem haram, a po shini nej haram tu. Po shini veç kajrë. Peshish venet ku falet namazi, ku përmenet Allah. Që si ki kushtet me shku në numra dhe në haqë, hajde ma shpesh në xhami. Inshallah, une nuk jom këtu, po inshallah për hoxhën njofton që ju shpesh vini në xhami qështu dhe mushti xhami. Gjumon nëmër një mas folim, gjumoja mu kënë fut, po ditën e dile mas i ka ligjerat, edhe në ditën e dile inshallah bëhet fut. Allah e shtot gjematin e khajrit. Unë vllazni nuk përdu me zlat shumë se na o gjallar të kemi një të keqe, me bo me mlonjen me fol mos nalmen. E kështu që unë i kom do koshnica e nale vetë, vetë, nalën. E unë u nalën se
mos vazhdojmë më shumë. Besa edhe koha I qëndisa, po? Edhe 8 minuta. Pra, e lusë Allahun Azza wa Jall këto shka kun folë, inshallah është e dobishme për mu edhe për ju këtë botë edhe në atë botë. Allahu Azza wa Jall e botë dobishme inshallah për të gjithë neve, qysh jemi mbledhur këtë mezhlis, Allah I na bashkohet në xhenet o Zot. Amin. Çdo sen ku ja kom qëllu pashyri është pi Allahut, e ku se ja kom qëllu e është dobësia jeme, se unë jam njëri I gaboj. Tash nëse keni ne, tash për pyetje, që keni me bërë, që keni? Tash pyetje të? O nëse keni ne pyetje lidhje me temën që kom folë unë apo hoxha, atër urdhoni, ashtu do të mundohemi me ju përgjigje.